Duhet them që në protestat në vijim kemi parë një energji të jashtëzakonshme, ka pjesëmarrje popullore, qytetare, të cilët janë shesh pasi kanë kuptuar se Zvërneci ishte pika që mbushi gotën e patronazhimit, gotën e berishizmit, gotën e politikës vjetër, gotën e mashtrimit kombëtar, gotën e korrupsionit, gotën e oligarkisë, dhe për këtë shkak jam këtu si një qytetar i lirë që i kuptoj vërtet le të themi përgjegjësitë qytetare dhe përgjegjësinë kombëtare. Dhe gjej rastin që të ftoj sa më tepër qytetarë që të bëhen pjesë e kësaj proteste, të anashkalojmë të gjithë krahët politik, bindjet ideologjike dhe të bëhen pjesë e sheshit. Kjo për shkak se varet fati i Shqipërisë, mos harrojmë kemi një kryeministër i cili dita ditës po hell tezën e kolonializimit të Shqipërisë, po hell tezën e shitjes së tokës shqiptare, dhe këtij kryeministri duhet thënë se për tokë shqiptare nuk ka negociata. Gjithashtu gjej rastin që forcat e reja politike, të cilat pretendojnë pushtetin të mësojnë nga gabimet e politikës vjetër dhe mos ta konsiderojnë popullin një popull dele, ashtu siç jemi mësuar këto 35 vite nga klani mafioz Rama Berisha. Ka konsideruar Zelaçi? Edhe një herë lutem? Për kë keni eksaktësisht për forcat e reja? Për të gjithë forcat e reja që që marrin pjesë tashmë aktive në politikë me grupimet e reja politike, të cilat duhet mendojnë edhe një herë që populli sigurisht është i zgjuar tashmë dhe informacioni qarkullon me shpejtësi dhe askush nuk duhet që ta neglizhojë dhe ta marrë me shaka fuqinë e popullit shqiptar. Zoti Laçi, duke qenë se je pjesë e organizimeve atyre që ndodhin në mënyrën tuaj modeste sigurisht, po shkon kjo lëvizje drejt një krijimi të një force politike, me aq sa informacion keni ju? Në analizën time më duket e pamundur që kjo masë njerëzish të konkludojnë në një forcë vetme politike. Duhet theksuar se ka antar të partive ndryshme politike, ka antar të partive të reja politike, gjithashtu kohët e fundit janë atashuar me urdhrin e Berishës sigurisht militantë të Partisë Demokratike që gjatë gjithë kohës janë të gatshëm që të krijojnë tensione kundrejt militantëve të partive të reja politike dhe sigurisht më duket një farë pamundësie për të zhvilluar apo për të hedhur hapa drejt një përfaqësimi me bazë të gjërë politike nga ky shesh për shkaqet që numrova më tej. Zoti Laçi, një pyetje nga zoti Muharremi për ju, nuk e di çfarë do ta pyesi, po. Jo, unë zotëris duhet i them duke qenë se është kundër klasës politike dhe kryesisht edhe të qeverisë socialiste që drejton vendin. Edhe unë jam eksponent i Partisë Socialiste. Keni votuar në 11 maj, zotëri? Një pyetje kështu. Urdhëro edhe një herë lutem? Keni votuar në 11 maj? Në 11 maj patjetër që kam votuar. Okej. Patjetër. Faleminderit. Pyetje kishte zoti Muharremi? Po, ka pyetje edhe shpytje shumë e rëndësishme kjo gjë. Po jo, për ç'a sensi kishte kjo pyetja? Doja që të tregoja që në 11 maj shumica qytetarëve kanë votuar Edi Ramën dhe Partisë Socialiste për një kontratë 4 vjeçare për drejtimin e këtij vendi. Se të dëgjova është vërtet kjo tani, kjo nuk është vërtet. Unë nuk jam këtu vetëm për Edi Ramën, është vërtet për ne, është vërtet nuk është vërtet tani. Për të gjithë ka votuar Edi Ramën, Edi Ramën që detyroi të bësh nga 5 vota në diasporë, Edi Ramën që përdori krimin, Edi Ramën që nuk ndaj dot vija mes shtetit dhe administratës, Edi Rama që përdori 20.000 automjete, Edi Rama që fali 150 milionë euro gjoba tretit para votimeve, Edi Rama që ndau 200 milionë euro ndihma dhe paketa sociale për pensionistët dhe familjet nevojë. Të lutem tani fitoj zgjedhjet. Vodi zgjedhjet kaq. Po lere tani. Po lere tani fitoj tani. Shikoj raportin që ka dalë sot, autokracia elektorale njëhet Shqipëria. Konsiderohet autokracia elektorale. Qa e di Rama? Po. Kam unë një pyetje. Jemi në asimetri, unë jam në shesh dhe nuk e kuptova sensin e pyetjes. Dhe një pyetje nga zoti Qafoku, zoti Laçi dhe sigurisht ju do të vazhdoni me marshimin dhe organizimet e tjera. Po, zoti Qafoku. Jo, thjesht ishte ideja për ç'a sensi kishte pyetja e zotit Muharremaj.
Muharremi Kika jam unë, po s'ka problem. Që ka fituar zgjedhjet. Do në qëllimi i pyetjes ime ishte se duke qenë se ju e keni votuar për dhe jeni kundër kësaj klase politike dhe nuk ose jeni sot kundër kësaj klase politike, keni qenë edhe para 11 majit, edhe në datën 11 majit kur keni votuar,